ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për Tij fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pasta dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Ramazani po ecë me shpejtësinë e dritës së sistemi neve, pra po largohet gradualisht dhe po përcjellim duke lutur Zotin e Madh që Allahu ditët e kaluara të ketë bërë kabull për neve, e ditët që na kanë mbet e që janë pak, por shpresohet ndoshta mos është nata e Kadrit brenda tyre, sikur që një grumbull i sahabeve radhiyallahu anhum betoheshin në Zotin e Madh xhel xhelalu se nata e Kadrit është nata e 27. Sido që të jetë, besimtari duhet të jetë i zellshëm dhe të jetë përpjekës në çdo net, nga se nuk i dihet se cila mundet me qenë nata e Kadrit dhe në ta e fiton shpërblimin e madh të Zotit te bareke ve teala. Do të vazhdojmë me izin Allahu xhel xhelalu që të rrëfejmë ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, pasi që Ibrahim alayhi salatu wassalam elshon Irakun, shkon në Palestinë, prej Palestinë shkon në Egjipt, pas Egjiptit kthehet prapë në Palestinë, mbetet shtatzan gruaja vet Hajeri, e merr Hajerin shkaku i xhelozisë që kishte me Sarën dhe e dërgon në një vend të shkret, pa bim, pa ujë, pa njerëz, në gadishullin arabik ku është qabja e sotshme, dhe vendoset për të jetuar aty Hajeri me evladin e vet dhe kthehet Ibrahim alayhis salam prap në Palestinë. Lëvizjet e Ibrahimit alayhis salam ishin të gjitha të menaxhuara nga Zoti i Madh xhel xhelalu. Ai drejtonte, ai tregonte, shko këtu, leje çta këtu, pastaj eja ktheu këtu. Për çfarë arsye? Për urtësitë që i din Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj Zoti i Madh xhel xhelalu në surën Al-Baqara na rrofën neve historikun e Qabës. Qabja të nderuar xhamat është kibla e muslimanëve, është kibla e gjithë njerëzimit, nga se njerëzimin Allahu subhanahu wa taala llogarit vetëm me muslimanat. Qibla çfarë i bie? Drejtim. Qiblahu mu drejtu drejt diçkaje. E Qabja është Kaaba, është shtëpia e Zotit te bareke ve teala. Natyrisht se shtëpi këtu është për shkak të nderit dhe respektit. Por ndryshe nuk është në kuptimin e shtëpisë sikur që i kemi ne shtëpitë tona ku ne strehohemi te to, edhe flejmë në to, edhe hajmë dhe pim në to. Jo, shtëpia e Zotit te bareke ve teala ka për qëllim një shtëpi e cila në njeri, po për shkak të nderit Zoti ka thënë shtëpia Allahu subhanahu wa taala Beitullah. Andaj Ibrahim alayhis salam ishte pejgamberi të cilin arabët e vjetër dhe jehudit e përkatsonin tek vetja. Ibrahimin alayhis salam arabët e përkatsonin tek vetja çfarë? Në aspektin e gjakut. Sa të thoshin na jena bite Ismailit dhe të tillë ishin. Dhe jehudit çka thonin? Ne jemi bite Ishakut, bite Israilit, pra bi Jakubit, bite Ishakut. Dhe natyrshëm se jemi edhe bite Ibrahimit alayhis salam. Dhe çfarë ndodhte? Sicili prej tyre thonë të unë jam të vërtetën, sepse unë jam me Ibrahimin alayhis salam. Dhe Zoti i Madh xhel xhelaluhu në mënyrë graduale pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e drejton gradualisht drejt drejtimit të kiblës. Porse Muhamedi alayhis salam dikun 18 muaj apo 16 muaj është fal ka Kutsi, ka Beitul Maqdis. Apo dhe kanë shpresuar jehudit se mbos vallë kjo është një lloj tërheqje drejt tyre. Megjithëse kjo ka qenë një përpjekje për të afruar ata se pejgamberi sa nuk ka problem me kërkan, se edhe Beitul Maqdis është xhamia e muslimanëve. Ata e kanë ndërtuar Jakubi alayhis salam 40 vjet pasi është ndërtuar Qabja. Ata e kanë ndërtuar Jakubi alayhis salam 40 vjet pasi është ndërtuar Qabja Zotit xhel xhelalu. Dhe për ta ndryshuar Qabën, për ta ndryshuar kiblën nga Kutsi drejt Qabës, ka qenë fitnë e madhe. Ka qenë provokim i madh, nga se shumë prej sahabeve janë mësuar mu fal nga Kutsi dhe mu fal ka Qabja në aspektin ku kanë qenë në Medinë, shokët e pejgamberit alayhis salam, i bie mu rrotullu kana tjetër komplet.
I ka rami më rrotullu shumë, apo dhe ka qenë një fitnë e madhe. Dhe Allahu subhanahu wa taala për të ardhur deri te ndryshimi I kiblës ka filluar me histori. Ka treguar se a jeni ju me Ibrahimin alayhis salam? Po. Kush ju shkakton siklet që ta ndroni kiblën? Jehudit, apo nga ana tjetër paganët thonin na jena me Qabën, na jena me Ibrahimin alayhis salam. Ndërkohë që pejgamberi sa falin nga Kutsi. Dhe këtu u ndërliku çështja dhe u bë emocionale. Apo atëherë Allahu subhanahu wa taala zbret disa vargje ajete Kur'an në surën Al-Baqara. Do t'i lexojmë sot me len Allahu te bareke ve teala prej te ajeti 124 ku thot Allahu xhelle xhelalu wa idhi bitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Deri te fjalë Allahu subhanahu wa taala ajeti 134 tilka ummatun qad khalat. Këta janë popull që kanë shkuar, këta kanë vdek, këta I marrin punët e veta, ata shpërblejnë për veti, ju shpërblejni për vetët e juve. Për këtë arsye të ndërum xhamat që ta kuptojmë kontekstin historik dhe rrethanat ku ka zbrit ajetet. Për çfarë arsye? Se ma le të kupton. Pra, me fjalë të tjera të ndërum xhamat, historiku I Qabës, e që na jena të rrëfim Ibrahimit alayhis salam. Historiku I Qabës lidhet me Ibrahimin. Ibrahim alayhis salam lidhet ngushtë me Muhamedit alayhis salam për nga Ismaili. Dhe Ibrahim alayhis salam lidhet ngushtë me bijtë Israilit pinga Ishaku. Këta poshtë kishin pas fërkime të shumta dhe kanë pas përplasje të shumta dhe betejë dhe tensione. Andaj Zoti I Madh xhelle xhelalu e bën Ibrahimin çfarë? Irnek se cili janë rrugën e drejtë. Pra, cili ja qëllon rrugës Ibrahimit, ajo me rrugën e Zotit. Pra, kjo është ideja e ajeteve. Ndrimi I kiblës është I rënd për njerëzit. Andaj para mendo për shembull, na mu fal, ti të shtëpia me ardh me thon dikush për shembull, gabim kanë fal, për të njëjtën kible, me thon s'kan fal lloka kible, pas ka rrotullu pak. Dven keq se ti e fal namazet shumë të aty. Apo edhe thu që jo, edhe ti insiston, jo ve kibla që kënena. Edhe pastaj me tar me fakte se nuk ka çështu, apo dven keq. Po para mendo me ndru kiblën komplet. Me kanë të fal kaça, kanë drejtim, pastaj me të ndru kënd nga ana tjetër. Është vështirësi e madhe. Andaj ka ardhur transmetime se disa prej njerëzve që kanë hyrë në Islam ka qenë dopt. Kur andu kibla kanë lënë feja. Dhe Allahu xhana tregon në ajetin më vonë, do të vim te faqja tjetër, ajetin 142 thot Allahu subhanahu wa taala se yaqulu as-sufaha'u min an-nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kan me thon mendjeletit, koktulat, kan me thon pse e ndruan këto kiblën? Çka u bën tash? A ju ndru feja? A ju ndru Kurani? A çka u bë? Se yaqulu as-sufaha'u min an-nas ma wallahum pse e ndruan kiblën? Thot Allahu xhelle xhelalu lillahi al-mashriq wal-maghrib. Lindja dhe perëndimi janë të Allahut. Allahu ka dashur me bë çapën kible. Ka do e ban kible ai. Se kibla kush I cakton kiblët? Zoti I Madh. Apo ai e ban djathtën të majtën të majt. Ai ka bë të lartën të lartë, të poshtmën të poshtme. Ai ka bë kible çapën, ka bë kible Kutsin për një periudhë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye të ndërum xhamat, sa ajete kanë zbrit urdhra për të ndryshuar kiblën? 5 ajete. 5 ju ka thonë Zoti I Madh xhelle xhelalu sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën. Për çfarë arsye? Se rana është mundrua. Shumë rana mundrua. Apo njëri një mendim se ndron 100 herë me ja vërtetu që e ki gabim, se ndron dhe I ven ran me ndrua. Se jo, unë du me qështu. Apo shiko, shumica e njerëzve të ndërum xhamat në raport me të vërtetën, çka I pengon mas shumë ti me dal ka e vërteta? Ndjesia që s'jam kon gabim. Ja, mos më qit gabim ti mua. Njerëzit kanë merak me ndryshu, ama mos me dal gabim, po s'munët. A nuk munët. Për këtë arsye shiko, Zoti I Madh xhelle xhelalu ka ditë se kjo është punë e madhe. Dhe çfarë ka bë? I ka zbrit një varg ajetesh. Dhe do t'i lexojmë pasaj me lenin Allahu te bareke ve teala 5 ajetet, 5 herë si e ka kërkuar Zoti I Madh xhelle xhelalu për sahabët ta ndrojnë kiblën. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Thot Allahu xhelle xhelalu kur e sprovoi Ibrahimin Zoti I vet,
e ka sprovu Ibrahimin Zoti vet bi kelimat, me disa fjalë. Cilat janë këto fjalë të ndëruar xhamat? Kanë komentuar dietarët komente të ndryshme. Hasan al-Basriu rahimahullahu taala ka thënë çdo urdhër dhe ndalesë që ja ka bëu Zoti ka zbatuar. Çi kjo është? Kelimat. Por çka i ka thënë Allahu bane, minjara ka bëu. Çka i ka thënë çeta mos e ban, minjar e ka nal. Dhe kjo është e ka sprovu me fjalë. Kjo është e ka sprovu me çfarë? Me disa prej urdhrave. Ndërkohë që transmeton Tausi nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ardhahuma se ka thënë Allahu xhelala ka sprovu Ibrahimin alayhis salatu wassalam me 10 gjëra. E ka sprovu Ibrahimin alayhis salatu wassalam me 10 gjëra. 5 në kokë e 5 në trup. 5 në kokë e 5 në trup. Dhe këto kanë met sunnetet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë 5 në krye? Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu an, qassu sharib, shkurtimi i mustaqeve. I ka thënë i parit njeri që i ka thënë Allahu xhelal xhelalu, shkurtoi mustaqe ka qenë Ibrahim alayhis salatu wassalam. Për çfarë arsye? Se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se këtu është goja dhe pastërtit mbledhen këtu. Atë ka thënë qassu shawarib, shkurtoni mustaqet wa a'fu liha, dhe lëshoni mjekrat. Sepse burrat janë për me shlu mjekran. Dhe pse ka thënë me shkurtu mustaqet? Për shkak se sharib në gjuhën arabëve i thonë këtu kupi, e mbledhen mbeturinat, mbetje. Atë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kjo është për traditës time, i marrë prej babës vet Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Thotë Ibn Abbasi, gjëja e parë me shka e ka sprovue 5 në kokë, cila ka qenë shkurtoi, ka thënë mustaqet. Edhe i ka shkurtue. Tjetra ka thënë wal madmadha, ka thënë kur të mirësh abdes, lage mbushe gojën me ujë mirë. Apo kur fillojnë me marrë abdes, çka i thonë? Një herë lajm, shpërlajm gojën. Kjo ka qenë prej gjërave që ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala. Wal istinshaq. E treta ka thënë merre ujin futën hund dhe ngreje mirë. Istinshaq, çfarë është? Me ngrej ujin mirë, si thithse. Apo kjo është pjesë e abdesit. Kjo është pjesë e abdesit. Pastaj ka thënë merre një dru i quajtur lloj i ndryshëm të arabët që ne e quajmë siwak. Apo dhe ka thënë laj dhambët. Këta e ka sprovu Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Dhe këtë të ndërum dikush thotë çish është sprov kjo? Sprovë se kjo pjesë e pastërtisë së përditshme. Apo pjesë e pastërtisë së përditshme. Sa herë është të ndërum xhamat? Sa herë ka preferuar pejgamberi alayhis salatu wassalam la dhambë? Sa herë ka preferuar? E që në fatkeqësisht muslimanat nuk i plotsojmë pastërtitë që ne ka preferuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. 5 herë në ditë. 5 herë në ditë. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, laula an ashqa ala ummati, mos më u vështirësue ummetit tem para çdo namazit ju kishta thënë farz lani dhamt. Nuk ka bë farz, po ka met pëlqim. Apo nuk ka farz, po ka met pëlqim. 5 herë. E ka dikush 5 herë jetën e vet i ka lë veç. Allahu inshallah na drejton të gjithë, ya rabbul alamin. Atë që ka qenë siwaku, apo dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, këtë traditë i ka forcuar. Pak para se me vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot Aisha radhiyallahu anha wa ardaha, thot nuk mund të me fol bisikletit pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe kur kush se mirë këtë vesh ka të thon, se ju ka ranu goja, ju ka ranu gjua, s'në ka fol. Thot Aisha, unë e mora vesh, ka po thot para se me vdek të ndërru një ka vdek mas qati shtratit ka vdek. Thot Aisha, e kuptova se pe lip misfakin. Para se me vdek ka dash me shkue të Zoti vet xhelle xhelalu ku ti ndahet shpirti pi trupit, që ti ketë dham të lame, që ti ketë dham të lame. Dhe tjetra i ka thënë rregulloj flokët, wa faraq ar-ras, ka thënë dhe ndaj flokët mirë, rregulloj flokët mirë. Dhe kjo ka qenë traditë arabëve të vjetër, nga se ata i kanë pas flokë të gjata. Ata i kanë pas flokë të gjata, kjo ka qenë pjesë e traditës, nuk ka pas boje diçka me konkret me fene e tëre. Dhe 5 të trupit. Cilat janë pjesë të trupit që ka sprovu Ibrahimin alayhis salatu wassalam, Zoti i Madh xhelle xhelalu, thot Ibn Abbas radhiyallahu an, taqlimul adhafir. Prerja e thonjeve. Prerja e thonjeve. Pra është prej suneteve të Ibrahimit alayhis salatu wassalam, të trashëguara dhe të vërtetuara në shariatin e Muhamedit alayhis salatu wassalam, mi prej thojt. Apo dhe i shifti për shembull si i shkojnë gjithmonë kundër shariatit Zotit xhelle xhelalu, çish e kanë bë këto mod të gratë me pas thonin e gat, apo
Kitë kundër shejtani do të kitë kundër. Apo a pejgamberi sa më ka thënë shkurtoni, pse sa ti mbledhet mbeturinat. Apo dhe kjo është një porosi për muslimanët që t'i rinë gati këtyre gjërave, sepse je musliman, dush mu dallue. Dikush thot tani që tu ta po dhe që tu dallohesh. O çish mi pas ti thojt viran. Ti falësh, ti merr abdes, aty mblidhet llum. Apo për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë kjo është për traditës time. Mi pas thojt të prem që vazhdimisht me kanë i pastër muslimane. Dhe kjo të ndërum xhamat, a do të me kanë biznesmen për me hek thojta? Jo me 50 denarë është ajo çka i hek thojt. Andaj duhet mirënet gati. E pak të në gjuma, sikur që kanë hanë transmetimin nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj, heqja e thonjëve ka qenë tradit e par e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibtala, thot Allahu xhela xhelalu, e sprovoi Zoti ma, tha heki thojt, e para. E dyta në trup, cilë ka thonë, wa natful ibut, dhe shkullja e qimeve nër sjetullah. Nër sjetullah. Për çfarë arsye? Për shkak se është pjesë e pastërtisë. Për shkak se është pjesë e pastërtisë. Pastaj ka thënë wa halqul ana, dhe heqja e çimeve rreth organit gjenital. Të ndërrum gjëmat, nuk ka turp me mësu fejen. Turpo me bo zina. Nuk ka haram me mësu atë çka do të me mësue. Haram me më bo atë çka s'do të me bohe. Po këtë arsye Ibrahim alayhi salatu wassalam, a do të vijë transmetim tjetër nga Ibn Abbasi dhe ka pejgamberi alayhi salatu wassalam se kur i ka pas 80 vjet u ka bë sunet dhe kjo ka qenë bisprovës që ka bë Allahu subhanahu wa taala. Andaj çfarë ka thënë? Ka thënë heqja e thonjeve, largimi i çimeve nga nër krah, në sjetulla, largimi i çimeve në organin gjenital. Shko të ndërum gjëma, për ti e duket kur gjo, por është pastërti. Madje Ibn Qayyim el-Juzeyy, ta nuk kemi na këtë mesele, po shkurtimisht. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, kush do që si ban qëto, shejtani kapët për çaty. Shejtani kapët për mbetjet në thoj. Shejtani kapët për kimët në sjetulla, çati të kapët, dhe të ranon. Apo, kapët për kimët në organin gjenital. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi, pastroni ato, që mos ketë vend shejtani tek juve. Dhe ju i dini se krejt ata jo përveç muslimanëve, këtë aspekt janë katastrofë. Nuk i kushtojnë kur farancia këto gjërave, pse? Sepse nuk kanë fe çka i mëson me thon, pastrojo ndërum. Pastrojo. Gusull. Kush ka gusull përveç muslimanëve? Kush ka gusull? Me bë tush, a tjetër çka? Me mor gusull, a tjetër çka? Gusli ka me niyet. Gusli është edhe me fut ujë ngoj edhe në hund. Këta e ka pas prej Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pas e ka thënë Ibn Abbasi, e ka sprovu me çka? Me khiten. Khiten çka është? Është sunetia çka i thonë ana. Edhe pse sunet është fjala tradit. Po këtu e kuptoni sunet për largimi i një pjese të lëkurës nga organi gjenital i mashkullit. Që kjo është sunet. I pari që ka është bo sunet, që ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka pas 80 vjet, Ibrahim alayhi salatu wassalam u ka bo sunet. Dhe sunetia është prej cilësive të muslimanëve. Pas e ka thënë wal istinja'u bil ma, dhe ka sprovu Zoti ka thënë ki mu pastru me ujë. Për çfarë arsye? Shikoj të ndërum xhamat, dikush thotë, a si kanë pas pejgamberët më herët të çështje? Disa i kanë pas, disa si kanë pas. Po të detale kanë ardhur te Ibrahim alayhis salatu wassalam. Por sosmëria, kulmi këtij shariati ka mritë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Për çfarë arsye të ndërum xhamat? Sepse shumë prej pejgamberëve nuk i është mundsuar me shtrin shariatin. Sa ata s'kan besu. Aja lot i thon beso. Nuhi alayhis salam a lot i thon beso la ilaha illallah, ai s'ka besue. Allaj nëse ka besu njëri ka thon pritësh pak ti fole këtë tjerëve. Po janë lodh shumë të ishti vetëm me besue. Ndërkohë që pejgamberi alayhis salam Zoti ja ka mundsuar që njerëzit të besojnë atij dhe jo vetë kaq, të bëhet numri i madh dhe të vendoset shariati. Për këtë arsye, këto tradita kanë qenë të para që i kanë zbrit Ibrahimit alayhis salam dhe Zoti i Madh xhelal xhelal shikoj të ndërum xhamat. E përgatit Ibrahimin alayhis salam me këtë pastërti që durët e tina të pastërta dhe trupi i tij pastër ta merr gurin më të ndershëm dunja që kanë ekzistuar ndonjëherë për me ndërtuar shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, e cila ka qenë
dhe do të jetë deri në kiamet kibla e këtë muslimanëve. Do të jetë kibla e krejt muslimanëve. Disa prej dietarëve kanë thënë e ka sprovu Zoti i Madh te bareke ve teala me disa prej fjalëve, dhe këto fjalë janë për qëllim çfarë? Janë gjitha sprova që ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam. Princ Vëzhli, me babën e vet, me popullin e vet, me Nemrutin, me zjarin, me ministrat, me askerin, me ushtrit, këtë çka u sprovu Ibrahimit, me lënien e shtëpisë, me lënien e vatanit, me në Egjipt, edhe me gruën e vet Sara, me mes di grave Sara dhe Hajeri, edhe lënia e familjes vet. Dhe këtë janë sprova. Këtë janë teste për Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Thot Allahu subhanahu wa taala fa atammahunna. Këtë i ka plotsu Ibrahim alayhis salam. Çka i ka thënë Zoti vet? A do të vim pasaj do të thotë Allahu te bareke ve teala Ibrahimit alayhis salatu wassalam, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamt. Kur i tha Ibrahimi Allahu xhel xelaluhu, i tha Ibrahimit nështroju, o nështrova. Shko këtë shpejtësi të ndërgjua. Nështrova. Na ka dalë pa. Mos u god. Nuk ka më miniar të si kini hoxhën me fal 5 vakti miniar me mor hoxhum i parë. Apo i sheti fjalë që e njerëzve, apo ka dalë miniar. E pas keni një ders me dhon se çatin hoxhum më mbledh shalltanin. Po çka dash me prit? Hajt kallzom shkaj të dash me prit. Apo ali se ki me shku na, çka va? Apo a e dini sa njerëz të njohën na të thon hajt se ka vak ka dek. Kava, hajt se kava. Hajde ka dal ki punë tjera ti apo thon, jetën e ki përpara. Ku nga bëjë për para të shohë, që shëna jetë për para? Që nuk i ditë që shqipe. Apo, a e keni pas që shqipe për njerëzit gajrat vetës? Apo, e vladë, jetën e kiti për para. Hernesti, qka për hernesti 40 vetë njerëz të vdekës për dit? 40 vetë njerëz të vdekës për dit, 35-40 duke vdekë për dit. Qikoj Ibrahimi a.s. Fe e tem me hunne. Mes urdhrit dhe i zbatimit, qëfar ka hi? Arabët që këtë fejen, fjala fe, shkronja fe. Feja i thojnë fa'u ta'qib. Miniher. Sa ka kudreti njerëzor? Shpejtësia që ka po miniher. Që ta me vozot po miniher që tash, miniher. Ibrahim alayhis salam ka qenë simbol i shpejtësisë së zbatimit fejes. Miniher, s'ka me prit. Andaj të mësojmë pikësoj të ndërum xhamat. Fa atammahunna. E plotsoj miniher. Ti plotsojmë urdhat e Zotit. A e di ti që kemi emrin në Ramazan tjetër? A e di? Jo nuk e di të ndërum xhamat. Vallai s'ka në dunjë diku që të garanton se kemi emritin në mot. Andaj shfrytzoje mirë, shfrytzoje nëse një ditë ka met. Shfrytzoje mirë, lutu mirë, ban sa ishte mirë, ban ruku mirë, lexo Kur'an, jep sadaka, nuk i dihet se ti a emrin në mot Ramazanin. Allah na mundsot me emri shumë Ramazana, ama na nuk kena ndor kur gjatë të ndërum xhamat. Kush ka ndor për jetën e vet? Kush ka ndor për frymën e vet? Kush ka ndor për familjen e vet? Po këtë arsye shikoi Ibrahim alayhis salam, fa atammahunna. Ka nga Dahaku se ka thënë e ka me bihinne, të gjitha i ka bërë një ka një, që i ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj kër i ka zbatu, vini rejtë në rëmë gjuha, me zbatimit fejes dhe të qenurit prijës, min njëherë vijen, min njëherë lezoja jeti, thëtë Allahu gjele gjelalu, wa idhi bëtala Ibrahim rabbuhu bi kelimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Kur e sprovoi Zoti i Madh Ibrahimin alayhis salam me disa prej fjalëve, me këto fjalë, me këto tradita, me këto sunete. Fa atammahunna min haribani qala inni ja'iluka linnasi imama. Fa Ibrahim imam po të bajtie. Kujna imam? Linnasi imama. Për këtë dunjën do të bëj imam. Kushdo më ka një pastër mas Ibrahimit. Kushdo më ka musliman mas Ibrahimit. Kushdo më ka me Zotin mas Ibrahimit. Kushdo me kon me Muhammedin alayhis salatu wassalam në xhenetin e Zotit xhel xelaluhu, në fenë e Ibrahimit. Edhe atyre që janë thirrë te Musa dhe Isa, çfarë ka thënë? Bel billete Ibrahim. Jo, miletin e Ibrahimit. Ç'kjo feja? Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahimi s'u kon as i krishterë as i jehudi. Ibrahim alayhis salatu wassalam kon i pastër musliman. Apo a di që do më thonë ndjeni kënarijës të ndërum gjemaat si ne bab pas babe dhe pengamber mas pengamber, histori, zingjir historik, ti jenë vijen e kitë pengamberve. Ti kur falësh, kitë pengamber t'janë falë. Ti kur pastrohesh, kitë pengamber t'janë pastruhe. Ti kur merë gusëll, kitë pengamber t'janë pastruhe, kanë morë gusëll. Kur t'jep ti zekat, kitë pengamber t'kanë dhonë zekat. Ti jenë vijen historike pite Ademi dërte Muhammed a.s. Që i tha Ibrahimit a.s. Kale inni ja'iluka linnasi imama. Tho Ibrahim, masi kitë
këtij zbatimi, ti je imam i njerëzve. Ti je imam i njerëzve. Për këtë arsye të ndërruam xhamat, shiko. Zbatimi i fesë është garantues i të qenurit model dhe jo të folurit për fe. Na këtë folna për fe. Këti jap nazor. Zbatimi të ban imam. Zbatimi të ban imam. Fëmia jot nuk i ndjek llafët e tua, veprat e tua. Ti i thu fëmijës mos e ban çeta, ai thot, "Ani dhe, mos e ban as ti, se bojmë bashkë." Ti i thu fëmijës çu falu. Çu falu ti s'falesh. A falet ai? Jo. Falu ti, hiç mos i thuj çu falu, ai vet fal, ka po fal. Pse? Fehtemehun, ai vet i bani. Apo, ai e shif që Ismail a.s. e din të farbabe ka. Andaj kur i tha për grujen e parë, shloje pragin. Çka i tha? A tha, po ka dale se nështë ta babam, se ka pa, nuk e ka dit. Jo, unë e di farbabe kam. I tha, se grujes tha, aja kom baba jam, ojti, baba jam më kom, e shko ka shpija. Pse që ka thonë? Se si ki morë vesh ti. Shko këtë zbatim. Familje cila zbaton me njëherë. Sa ta morë e urdhrin. Qëfar thamë neve në gjëratën e kaluar? Di gjëra i duhen muslimanit. Allahu emara kebi hadha. A Allahu la ka urdhnu? Nja. 2. Qysh me zbatu? Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Na çdo dia vesh na duhen. Vërtetoma që ka thonë dhe shpjegoma si me e bë. Ma ndej e jot janë vesh me zbatue. S'kena nevojë me filozofu, s'kena nevojë me e mundu vetën shumë. Ne kemi vetëm zbatimin e Zotit te bareke, zbatimin e urdhave të Zotit te bareke ve teala. Atare i ka thënë, qale inni ja'iluka lin-nasi imama. Ka thënë o Ibrahim, kam të bëj imam për njerëzit. Këtë dunjaja kanë me dash tije. Këtë dunjaja kanë muthirë të ti. Ama musliman kanë me morë për model. Qale wa min dhurrijeti. Shiko baba i më shirëshëm. As nuk e debatoj, as nuk e diskutoj me thonë ka dale, ta gëzoj një herune. Kini po thot, lembe ta gëzoj pak që këtë shpijune. Apo, mi një herë këto e vlatët u përmledhen, këto njëmet, lembe ta gëzoj pak penzien. Ibrahim a.s. imam i njërzimin. Hic nuk e diskutoj këtë pjesë. U kri, qka tha? Mi një herë, wa min dhurrijeti. Tha o Zot, e vlatëve, familjes të ima, i banë edhe ata imam. Shiko këtë mëshirë, shiko këtë butësi, shiko këtë zell, që edhe evladët t'i bëhen pejgamber, edhe nipat t'i bëhen pejgamber. Andaj, shiko, çka i tha? Qale wa min dhurrijeti. Tha o Zot, prej evladëve të mi, a ka me pas për të në pejgamber? A ka me pas për të në imama? A kemi bë për të në model dhe kallop për ndjekje të mirë nga ana e njerëzimit? Qale la yanalu ahdu dhalimin. Tha Allahu subhanahu wa taala, o Ibrahim, jo krejt kanë me morë këta, sepse besën time zullumqarët nuk e marrin. Kjo çfarë ka kallëzu? Ka kallëzu si në mesin e vlatëve tu, nipave tu, do të ketë edhe ato të cilët do të dalin nga rruga e Zotit. Sikur për shembull bitë e Israilit. Sikur për shembull bitë e Israilit. Ka ardhur tek tefsiri i fjalës Allahu subhanahu wa taala la yanalu ahdu dhalimin. Ka ardhur çfarë? Ka thënë Ata ibn Abi Rabah, ahdi rahmeti. Nuk e mrin, pra, fjallën time, mëshirën time. Pra, zullumqarët nuk marrin nga mëshira e Zotit. Zullumqarët nuk marrin nga mëshira e Zotit. Ka thënë Suddiu, nubuwati. Nuk i bëj pejgamber zullumqarët. Nuk mund të më bë pejgamberi, nuk mund të më bë zullumqari pejgamber. Nuk mund të më bë hajduti pejgamber. Pra, ata që do të jenë nga evlatët e tu, apo nipat e tu, nga se nga evlat s'ka pas prej zullumqarëve të Ibrahimi a.s. Por nga nipat e tu, apo nga pasardhësit e tu, kushdo që është zullumqar, s'ka hise në pejgamberi. Ka thënë Mujahidi, nxënësi ibn Abbasit, Mujahid ibn Jabr, rahimahullahu taala, ka thënë leysa li zalimin an yuta'a fi dhulmihi. Nuk i takon zullumqarit që ta ndjeki njerëzit në zullumin e tij. Pra para më të ndërum xhamat një njeri më kon zullumqar, edhe o imam, edhe o prijës, edhe më shkon pas zullumit. Andaj që ka thënë Allahu Ibrahimit alayhis salam kur i tha, e vlatët e mi, familja ime, parsasit e mi, tha po Ibrahim, përveç zullumqarëve, ata si bëjmë imama, se me bë imami me bë zullum, ata çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Ndodh e keqja. Duhet më ndjek, duhet më shkuë përpas. Para më me kon kujdestari i shtëpisë i prisht. Ki shtëpinë e prishë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bë imamin namaz që na mi shku mas atina, njëri më thon, o gjo, imami me dal pa abdes, çka bën për neve? Që ju ka tek ai ka dal xhunub imam. Nëse dina, sa i xhunub llogi nuk kallzon aty me alarm.
as që s'ka abdes. A mundesh me thonë, hajde kallzo ma ki abdes. Apo? Ose mi thonë imamit, ç'është para neve kemi marr abdes. Ai tamam, para juve marr abdes, tu dal imam, e shlon edhe e hek, apo? Prisit abdesi. Pejgamberi sa çfarë ka thonë? Ne ka lecu Zoti i Madh xhelal xhelal. Ka thonë, çka ja çellon imami namaz, shpërblimin e kanë bashkë. Domthon që imami është me abdes, falet që duhet, o e rregull, atë shpërblimin e ka edhe ai edhe na. Mirë, ai bën gabime, ka thonë veç ai e merr, ju jeni të lirë. Kjo është për rahmetin e Zotit. Kjo për rahmetin e Zotit. Nëse ka von ai, gabimin e merr ai. Nëse ja çellon ai, shpërblimin e morim bashkë. A ka më mirë se çështu? A ka më mirë se çështu? Por domthon, ai gabon për veti. Ja çellon e për neve. A kuptove? Për këtë arsye ka thënë Allahu subhanahu wa taala, la yanalu ahadu adh-dhalimin. Zullumçar do Ibrahim, suni bajon e pejgamber. Asuni ba imama, nuk ka në dunjë të ndërum xhamat imam që ka bo zullum. As jo pejgamberve. A mundesh me paramenu ti Imam Ebu Hanifun rahimahullahu taala ose Imam Malikun ose Shafi'i ose Ahmedi, pi marrë me këta imam të pranuar në mesin e këtë muslimanëve. A mundesh me paramenu një shkrimet e tyre, një ditë për ditëve, kish pas bani ditë zullumaj. S'ka mundësi të ndërëm gjëma. Se ja merë Allah imam lëkin mini herë. Premtim hinor, bane zullum, të mirat imam lëkin. La yanalu ahdul zalimin. Allahu gjashfari tha Ibrahimit, mikut veti tha, o Ibrahim, po, do të ketë pejgamber nga bitet tu, do të ketë pejgamber nga nipat e tu, përjashtoj zullumçarët. Përjashtoj zullumçarët. Zullumçarët, zullumin Zoti xhelal nuk e do. Padrejtësia nuk e do. Paramendo me bë imami padrejtësi. Mini herë Zoti ja merr padrejtësinë. Mi ja merr shkakun e padrejtësisë imamllëkin. Po këtë arsye të ndërum xhamat, nëse i lexojmë as historitë e njerëzve që janë bë imama në historinë e njerëzimit dhe në historinë e muslimanëve. Çfarë i gjejnë? Ata i gjejnë jo zullum, s'paramenohet kjo punë të ndërum xhamat. Ata i hikin me kruhit i hikin. Diçka sa e pëlqimeve kjo për mua. Pse o xhallarët gjatë historisë janë veshma ndryshe, me xhibe. Ajo xhiba e disa Irana, ai kapuçja e disa Irana, ai Irana, pa pse kanë jetuar me ta? Që ti hiqë ai imcies, tash te na për që me thot, i një punë do shka pojnë zullum. Ojna të folë për historinë e imamëve të mëdhoj, historinë e o xhallarëve të mëdhoj, dietarë të cilët kanë lanë gjurmë historike njërzim. Këta njerëz s'kanë mujt me po zullum. A mund të paramenu për që Imam Ahmedi, kur i kanë ardhe kanë vetë qish kalove në burg, ka refuzu me kalzu detale. E kanë rej, kanë këput ata në burg. E kanë rej det para dekës. Ma dje pit rafmeve ka dek. Në fund e kanë shlu shpi, pit rafmeve ka dek. Kur i kanë thonë, qysh je mire, alhamdulillah. S'ka kalzu, pse? Ka thonë, mos pa ankona. Një dit për ditve i ka dhim shpina pak. I shpina i ka dhim pi qutekit gjallatit. Dhe ka nisme po, njani pi transmetim, pi tareve, ati veç ka transmetue. Ka thonë kemi dëgjuar se Allahu e urren rënkimin. Minjera ka nalgojnë. Se do Allah i mu ankohe. Se do Allahu gjeni gjelalu mu ankohe. Po këta si të ndërum gjëmat, ta kuptojmë nga kjo, se po bëm zullum, ase vlatë të tu nuk dojnë. Ase vlatë të tu nuk dojnë. Jo më të tjerën. Po u bënë i padrejt, po u bënë zullum qarë. Ti pastaj interpretoje qish dush ata, shpjegoje qish dush ata. Ti silli, pështilli, ajetet, hadithet, se që kjo e ka pas qishtu e ka. A ki bo zullum? Te Allahu subhanahu wa ta'ala, s'kar sjetim. Zullumi a Iran të ndërum gjëmat. Zullumi a Iran, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zoti ka 3 regjistra në ahiret. Një e fal shumë, një se fal hiq, edhe një nuk përzijet. Atë që e fal shumë janë gjunalla. Pra ki këshirë haram, ti edhe Zoti jot, ti edhe Zoti jot. Si ki po zullum kërkujta mas shpirtit tani ki po zullum, ki po pëdreci. Allah fal shumë për asaj, edhe me mush qilën me gjunaje. Shirkun se fal kur, shirkun e madh të qartë, adhurimin e idhrive, adhurimin e gurve, adhurimin e putave, s'ta fal Allah, s'ta fal. Dhe tjetra është regjistri zullumit. Ja ki zon kamën dikujna. Allah e thot mirë në vesh. Mirë në vesh, Allah i drejt. A ja ban Allah, as ja ban Allah. Andaj shikot të ndërmë gjëma, du të me pas kujdesi. La yanalu ahdu dhalimin. I ka thënë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ka thënë o Ibrahim, nuk e merë mëshirën time të qenurit imam, ai i cili është zullumqar. Thot, dhe gjithashtu ka ardhur nga Imam Bagawi, thot, dhe kanë thënë disa prej dietarëve, erade bil ahd al amana min an nar.
e ka pas për qëllim se nuk shpoton nga zjarri ai i cili është zullumçar. Mirë, po kjo është koment i largët. Komenti nga cili se Ibrahim a.s. ka li për imamllëk. Ka li për imamllëk, se ka mundësi zullumçari, ka mundësi me kanë zullumçari musliman zullumçar. Bile, sot ma shumë musliman pi kujt hekin. Pi musliman në mezvetja, pi tjerëve. Pi në mezveti. Në mezveti të ndërmu gjuma. Unë hangërë musliman shku në poshtë në mezveti. Për këtë asyje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutë Zotin e madh, ka thënë: "O Allah, mos e përlaj umetin tëm në mezveti." Ka thënë: "Jo. E kam shkruajt këtë punë. Hak e kanë. Ata vetë kanë mundësit në mezveti." Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "E kam lutë Zotin e madh, mos t'ju dënoje me dënim të përgjithshëm, ma pranoj. E kam lutë Zotin, mos t'ju përlaje, s'ma pranoj." S'ma pranoj këtë. Dhe ti e shesë, për shembull, në çdo mahall i ka 70 mëdhëbe. Një mahall apo, për shembull, njëri ja knena, njëri atan, njëri këtan. Çfarë do bëvë një mahall? Një mahall. Për këtë arsye, shiko, muslimani duhet me ditë se zullumi nuk e ban njerin qafir. Musliman zullumçar. A do me thonë që si në xhenet, jo hipur pasi të lahet pi gjunave. Këtu flitet për imamllëk, për prijes. Prijes o diçka tjetër, me qenë musliman është diçka tjetër. Tjetra, thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim, duke treguar tani për fillimet e historisë Ka'bës, thotë: "Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Çka thash fillim ligjëratës? Jehudit kanë thënë: "Ne jemi me Ibrahimin. Feja është feja e drejtë, feja jo." Apo e tani Ka'bën kush e ka ndërtuar? Kush e ka ndërtuar Ka'bën? Jehudit e pranojnë se Ka'bën e ka ndërtuar Ibrahimi. E ka ndërtuar Ibrahimi. Vini re tani Kur'ani si i tërheq, kadal deri te e vërteta. Tani tregon histori Zoti i Madh xhelal, pastaj fillon ndërtimi i Ka'bës. Sot Allahu te bareke ve teala: "Wa idh ja'alna al-bayta mathaba lin-nas." Kur ne e bëm shtëpinë. Cila është shtëpia të ndërmuar xhamat? El-Ka'ba. El-Ka'ba. Dhe këtu vëllezër kemi një dobi se Kur'ani ndonjëherë e përgjithson fjalën, Sunneti e konkretizon. Këtu Kur'ani çka po thot? Kur ne e bëm shtëpinë. Cila është shtëpi? Ai që se merr Sunetin për bazë, thotë mund të shtëpinë time. Shtëpinë e filanit. Jo, Suneti çka thot? El-Ka'ba. Ka'bën e Zotit te bareke ve teala. Mathabatan lin-nas. Çka ka thonë mathabatan lin-nas? Mathabe çka? Sevap. Fjala sevap është e marrë për fjalës thawb. Thawb, thëja, sawab. Apo? Tani, mathabe, mesabe, sevapi. Pse është quajtur sevap? Petkën, këmishën, kur ta veshësh, i thojnë arabët mathab. Je thubu, kthehet. E ki këmishën qelt, apo? E shtinja në dorë, e kthen tjetër në, edhe e mshel pullën. Tu ka kthi kjo pjesë, këtë pjesë edhe e mshel. Apo, e njëjti petk tu ka kthie. E çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Kush e bën që këtë anë një vepër, që këtë anë minjari vendënimi. Kush e bën të mirë që kënej minjari vend që kënej është problemi. Si petkën, apo vesh ti palon pulla, trak. Ta vesh ti e petkën, këmishën e veprave tua. E tani, shiko, pse është quajt Ka'bja çështu? Se sa të shkojë njëri një herë me bot tavaf, ças mu jet aty. Mosanela thot, vendit në shtëpi vet thot, shkoj prapë të baj. Me thabeten. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu wa arda, ka thënë e ka bë Allahu subhanahu wa taala shtëpinë e tij ma'adhan wa malja'an. Strehimore edhe melgje. Si njëri kur mshefët aty, një të mirë. Dhe ka thënë la yaqduna minhu watara. Ka thënë së ngopën hiq. Tamam shkoje, ban tavaf, ban sa'i, ban veprimtari që duhet haxhiut edhe umrexhiut, kthehet të shtëpia, s'jam ngin, thot. S'jam ngin. Hajde thot të shkojna 20 ditë, shkon 20 ditë, kthehet të shtëpia thot, së në ngina, s'mujta më ngop. Kështu e ka bëu Allahu subhanahu wa taala shtëpinë e tina. Po para me no xhenetin e Zotit.
Shtëpia e tokës sa pigurzve të kësaj bote. Pigurzve së nginjet njëri vetë se Allah i ka thënë Bejtullah së ngopët. Allah na mëson me vizitu shtëpinë e tij, ya Rabbul Alamin. Ata të ndërrojnë që shiko, thot Allahu xhela xhelalu, wa idh ja'alna al-bayta mathaba. Ne kemi bërë shtëpinë e Zotit vend kthim. Çka është vend kthim? Jo keni për kthim atje? Vend kthim. Vend ku njeri shkon sa të shkoje, prap i shkohet. Ngopët sa të ngopët, prap i etur njët. Apo, e knat shpirtin sa e knat, prap thot shkoj edhe një herë, apo, me e vetë si sëllin haxhi. Atë merë malli për qabë këtë të valla po. Qabë është vendi ku njeriu përmallohet shumë të ndërëm gjëvat. Realisht na për kam përmallohemi aty. A për qabën, a për Zotin. Po mas nga ti Zotit i jenë qabë. Mas nga ti Zotit i jenë qabë. Apo, andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, kër e ka përmen qabën, një ajet më nalt, apo, surja Beled, në Kur'an, surja Beled, është Fala uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Allah do të betohem në këtë vend shenjtë, Qabën. Një ajet manal, cili o? Një ajet manal, çka thot? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Që i bie çfarë të ndërmë xhamat? Se mas Qabës, mas përjetimit haxhit e umrës është veç me në xhenet. Allah na bof nasib ya Rabbul Alamin. Për këtë arsye shikosh ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ne e bëm Qabën vend kthim, vend ushqim për njerëzit. Kënaqet njëri duke shkuar aty. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Dhe siguri, qetësi. Atje të ndërum xhamat plot muslimanë thonë e din këta. 100.000 po të rrit ke namazin. Në rregull jemi. Edhe gjunaj. Apo njëtë është të ndërum xhamat. Për çdo vepër të birit ademit. Nëse paguhesh drejt, për shembull ta kuptojsh. Njëri është të punu me rrugë. Apo me rrugë. Edhe standardi i tij është 300-400 euro, 200 euro, ta zojna. Humbjet e këtina. Çfarë do lloj krize ekonomike janë të vogla. Thotë ashtu në 200 euro kam. Ma vanun, 200 euro. Mirë, ai që ka lëviz qarkullon 2 milion, mja turbullu ati biznisin, a thotë mu prish kej. Se unë e hupi ka 2 milion. Apo, se unë e paguj për shemull, pazane për shemull ta do një firmë, i ka 100 punëtor, edhe qarkullon për shemull vjetore ose mujore për shemull 500.000 euro. Apo, dhe i kam i paguj këtë ato, e kështu me ratë. Me ndodhë kini gabim, nuk ose gabimi këti që kam 200 euro. Se, thotë për unë e mes, 500.000 duhet muhe. E tani, shiko, shpërblimi këti, dhe do më për firmës, ajo shka e merë, o shumë e madhe, a madhe humbja shumë e madhe. E kuptove? Në haqë, në umre, në qabe, është 100.000 një namaz. A madhe një të shame, 100.000. Andaj thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, Fela rafetha, wala fusuka, wala gjidale fil haqë. Ska mu sha, ska me bo mardhënje intime, a ska mu shtim, me bo polemik në haqë. Ska, a është vendim i prejri Zotit Madhë Gjelle Gjelaluhu. Pse? Sepse si shpërblimi, rritet edhe ndëshkimi. Andaj ka thënë emne dhe kemi bërë qabën të sigur. Ka thënë, qka është qabja sigur? Mushrik në atë kohë. Nëse kam pas problem me dikan, arabët e vjetër, nëse kam pas hasmëri, qoftë edhe me vra njeri, edhe ka arë njeri për shemë që e kanë lip me dosje për me e myt, edhe e kanë gjetë në qabë, të u lutë. Garantë se ka pasë kur kush guzon me e prek. Guzon kur kush me e prek. Shiko, ka në qave të lutë, zguzon me e prek. Ki bo krime, ki bo gjunahe, ki vran njeri. Le ta krije një artë, le të largohet që tërkun e zajla. Kjo ka qenë të në gjëmat respekti i mushrikve për shtëpin e Allahot. Që fatë këtë si shumë për njerëzve nuk ja japin pi muslimanve siguri njerëzve gjamit e Zotit Gjelle Gjelalu. Mushriki asaj kohë ka thënë, o babë me ma pas vra, a on qabe, nuk e preki, se anë shpit Allahit, zdu mësafirin e Allahit mja torturu Zotit tam Gjelle Gjelalu. Qafir o kom, s'ka besu hiq, pagan, idhullin e kalut, apo, dërku që sa prej muslimanve, fatë këtësisht, apo, nuk mundën me e bo gjamiën sigur. Nuk janë sigur të musliman për gjamiëve drejta. E shikoni gjendjen e muslimanve. Anë e kanë botës të ndërum gjëmat. Anë e kanë botës. Sa përqarja në mesin e muslimanve është. Mushriku
në atë vakt parët e kamatës ka thonë, si janë për qabe. Ja, si janë për qabe. Lejtë pasët ati kena. Kër i ka rruk një vërshim para kohës pejgamberit sa më se më bo pejgamber, edhe ka mur qabën me veti. Çka thot Ikrimia? Thot emnen e me'menen ya'manu fihi min idha'il mushrikina fa innahum kanu yata'arraduna li ahli Makkah wa yaquluna hum ahlullah. La thot ata thot mushrikt thonin mos i prakni njerëzit e Mekkës, se ata janë njerëz të Allahit. Sa ata janë njerëz të Allahit. Për këtë arsye të ndërum xhamat, Allahu xhelel xhelal e ka bërë shtëpinë e tina çfarë? Siguri. Dhe këtu ka domosdoshmë debate të ndryshme të ulemave se siguri a është universale, a është sheriatike. A është universale, a është sheriatike. Çka i bie kjo të ndërum xhamat? A ka siguru Zoti me kader, a na ka thonë neve me sigurue? A ka siguru me kader, a na ka thonë neve sigurone? Apo disa ulema thonë tu dia ti ka. Edhe Zoti ka siguru, edhe i qënë sebepët për me sigurua. Allahu e boftë të sigur shtëpinë e tina dhe Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Thot Allahu jalla jalalu, o ju musliman, merrni maqamin e Ibrahimit. Çka maqami Ibrahimit? Maqami Ibrahimit në rrugën xhamat është vendi i kamve. Vendi i kamve të Ibrahimit a.s. Disa prej dietarëve kanë thënë vendi i maqamu Ibrahim është el mesjidu kulluhu maqamu Ibrahim. Këtë xhamia është maqamu Ibrahim. Sa çati ka ecën kam. Këtë xhamia ku ka bë tavaf, ku ka bë Safa dhe Marwa, këtë është maqami i Ibrahimit a.s. Disa prej tyre kanë thënë çka është harem, është maqami Ibrahimit a.s. Disa prej tyre kanë thënë ku do të bëhet hax, dhe çdo ceremoni që duhet me bë haxhin është maqami Ibrahimit. Pra duke filluar nga Çavja, Safa edhe Marwa, e kena për shembull pastaj Mina, pastaj kena Muzdelife, pastaj kemi Arafat, pastaj kemi Xhemarat. Krejt këto vende kur bëhet haxhi, kanë thënë disa prej dietarëve është maqamu Ibrahim, që ne ka ecën kam Ibrahimi a.s. Mirë po thot Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, mirë po thot më sakta në këta çfarë është se maqami Ibrahimit është guri ku është ngjit, do të vinë ajetet më vonë, ku është ngjit Ibrahimi, pra e ka bërë si karrike, ka hip nalt që me i vnue mi ngjit gurzit e qapës. Ismaili ja ka zgjat, ka thënë merë o bab gurin, merë gurin, ka hip në kam si në shkamb, edhe Ibrahim a.s. i ka rëndit gurzit e qapës. Qaj shkami është maqami Ibrahimit. Edhe sot është, e dini, u shka, mund të shërë dhe në YouTube edhe në satelit, në televizor, e shërë atin afër qapës, është me të verdh, një vend i thujnë maqami Ibrahimit. Edhe sot në më thonë, atë janë gjurëmët e kamve të Ibrahimit a.s. Wa takhidhu min maqami Ibrahime musalla. Qka musalla? Vend falje, faluni aty. Andaj ka thonë pejgamberi a.s. se ai cili bën tavaf, preferohet masi ta kryet tavafin, i fal 2 rekate në maqam Ibrahimit, që të falësh ti, që ti ku ka fal ai. Shiko të ndërum xhamat, krejt Kur'ani është çfarë? Me të lidh me pejgambert. Ka të shkoj ai shkoti, ka u ka fal ai falu ti. I ditë për ditëve në marrëveshjen e Hudejbjes, edhe e bojnë një farë marrëveshje mes pejgamberit a.s. dhe paganëve. Dhe i shkruajnë aty disa prej pikave të marrëveshjes që si pëlqejnë shumë bi muslimanëve. E prej tyre ka qenë për shembull me marr një musliman, nëse bëhet musliman edhe akon para kësaj marrëveshje, jo musliman me e kthit e veni vet. Dhe ka qenë rrezik për ta. Omar Khattabi i dhrohet, zemrohet. Pse me shkruajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë marrëveshje? S'na duhet neve kjo marrëveshje. Se ku kupton, sikur që na se kupton historinë e ursinë e Zotit te bareke ve teala. Edhe shkon te Abu Bakr as-Siddiku. Abu Bakr as-Siddiku të ndërum xhamat kredi ja ka shkuar me një shtrim. Çka është në shtrimi të ndërum? Dërzim. I thot Omar Khattabi Abu Bakr as-Siddiku. Thot o Abu Bakr, çka pika marrëveshjes shumë e keqe për neve. Vjen njëri musliman, mi a dhon na atëve. Shkoni joni me bomë dezertue, na do të me lanë qashtu me shkuar. Çka i thot Abu Bakri?
thot ilzem gharza Rasulillah. Gharza Rasulillah. Ku ta vnoje kamën pejgamberi, noje që atje dhe musliviz. Innehu Rasulullah. Ajo është i dërguar i Zotit. Ajo është i dërguar i Zotit. Shiko, ilzem gharz. Gharz, aja vjen, arabët i thonë gharz. A keni pa tash na nuk kena, apo? Po vetur, mundesh me paramendu me vetur. Kur i kanë pas për devët, edhe kuajt, edhe gomar, që i kanë përdorur për transport. Ja ka menue atë shalën, samarin. Edhe në ta e ka vënue si një shkall, menut të kamën, edhe me ungjit samar, me i në kali. Sikur ti përshemo, kura keri madh, apo? Maj madh, përshemo ti e vënën njerë kamën, edhe ma është pak edhe hip. E kjo gërz, Ebu Bekri që ka thonë, Omer, të pëlqenë, duket mirë, elzem gërze Rasulillah, rej që ati ku e kam në kamën, aje dhe ti vënën kamën, që ashtu mund është peshpëtu, për ndryshe, nëse ti anis me menën tane me komentue, a ishte dërgumi i Zotit, shka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa të khidhu mim maqami Ibrahime musalla, o ju musliman, ku a fal Ibrahimi, edhe ju faluni, ku a fal Ibrahimi, a.s. edhe ju faluni, dhe kjo është, do më thonë, pjesë që e din haqiju edhe umrëgjiju. Pas shka thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, thëtë, wa ahidina ila Ibrahime wa Ismaila an tahira bejti. Shiko, min njëherë tash lidhet historia me Ismailin. Pra Allahu gjelori për dhe thot jehudive, arabve, a jeni ju arab bitë Ismailit po? Ju jehudit, a pranon Ibrahimin po? Me kanë ndreq Ibrahimi qabën? Me Ismailin a me Ishaqin? Me Ismailin. Apo, atëherë bi apo nip i kujna është Muhammed a.s. Ismaili. A dhe pse këtu ka njës me përmen Ismailin? Që t'i këthen krejt në musliman Kaqabja, krejt i thartë të libit t'i këthen Kaqabja. O, ju i thartë të libit, këtheu në Kaqabja, se Qabja është ndërtun nga Ibrahimi baba juve dhe Ismaili migja juve. Apo, a Bejtul Maqdis është ndërtun nga bite Israel, nga Jakubi alayhi salatu wassalam. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ahidina ila Ibrahim wa Ismail. Qka është ahidina? Pra e urdhruam dhe i shpallëm edhe Ibrahimit edhe Ismailit. Qfar i bëm? I tham, antahira bejti, pastrone shtëpijen time. Pastrone shtëpijen time. Të ndërum gjëmarë, mas pari, tham, shtëpia Zotit këtu, qa është për sëllim? Qabja. Allah s'ka shtëpi në kuptimin e sikur na qka e kena, por është ndejeri. Pastrone shtëpijen për mu pastru jo. Sa jo shtëpi në fund prishet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para kiametit Allahu xhel xhelalu i jep izën një njerit abesinis i zi me kam të shtrëmta, për të regu qëfar? Se kush ke musliman ke, kush adhuroj Allahun e adhuroj, kush ka boj badet ka bo, vjen një dit prishet qabja, për të regu qëfar? Kush e pastroj zemrën e pastroj, në shpijen e heklën, në shpijen e heklën. Apo, për këtë asyjo shiko, tahira bejti e li taifine, wal akifine, wal rukka i sujud. Tha pastrone shtëpin time, baneni të miz shtëpin time. Për qëfar me bo të miz? Dhe nërëm gjëma, për qëfar të mo? Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, tahira bejti e el Ka'be. Thëtë Imam Baghawiu, edhafehu i lejhi të kësisen më të fdhile. E ka marë Allahu gjilluala qabën, me emnën e vetë e kanë gjitë për të ndërruhe. Për ndryshe, ajo pikurzive. Ajo është pikurzive, kurzi që a i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, ibnijahu ala taharati wa të uhid. Ka thonë, kuptimi që pa është ndreqne në pastërti dhe të uhid. Në pastërti dhe të uhid. Për kanë me ndreq, për kanë me regulluhe, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot, li taifine, për ata që ka bojnë tavaf. Për ata që ka bojnë tavaf. Ka thanë, e il muqimin e il mujawirin, ata të cilët bëjnë tavaf, kush janë? Ata të cilët e dairin e haule, ata të cilët cilën rëthina, wal akifin, dhe ata të cilët rrinë aty. Wal akifin kush janë? Ata që jetojnë aty, janë fëqin me qabën e Zotit Gjellera. Përsa ka thonë, wal rukka, dhe ata të cilët janë rrinë ruku.
Keni pa të ndërrum xhamat atë siretin, atë bardhësin, atë shkëlqësin dhe lartësin dhe shihretin, kur këtë musliman për një herë atë i bëjnë ruku dhe i bindën Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Ajo është pastërtia e kësaj feje, ku gjithkush i bindet një imami, bën me një tekbir, i bindet një imami. Thotë Allahu subhanahu wa taala war-ruk'a was-sujud. Dhe ata që të rinë sejdë, dhe ata të cilët rinë në sejdë. Kanë thënë dietarët, ata që ka bajnë tavaf janë gurbetlit, që i kanë ardhur prej jashtë. Ata që janë akifin janë mekelit, dhe ata të cilët bëjnë ruku edhe sejdë janë ata që falen aty. Janë ata që falen aty. Për këtë arsye kanë nxjerrë disa prej dietarëve nga ky ajet një dobi, dhe çfarë kanë thënë? Kanë thënë sa i përket gurbetlijës, ma mira me shtu tavafin, se namazin e ki edhe këtu. Pra i fal farzët, edhe pastaj ban sa më shumë tavaf, se ti shpijen e Zotit Xhelel se ki këtu, a namazin e ki edhe këtu. A për me ke lijen më e mirë është namazin. Për çfarë arsye? Sepse ai ban namaz, ai tavaf ban kur dojes, ai çati e ka. A ti i ki për shembull ditë kufizume. Andaj ti shkon me ditë kufizume edhe ban sa më shumë tavaf. Se ti për shembull tash tavaf shumë i ban xhamisë tonë. Ti këtu vesh mundesh më fal. As ti xhamisë mbos mundesh me bë tavaf. Andaj ai i cili shkon i huaj ban sa më shumë tavaf. Ai mal falet edhe shumë, ama nëse vjen a me fal nafile, a me bë tavaf, ban tavaf. Pse? Se ti çapën se ki të shtëpia kur të kthehesh. A me kelia e ka aty. Andaj shiko, thot Allahu subhanahu wa taala, li taifina wal akifina. Pastroje mirë para ata që ka bojnë tavaf, se kanë me bë tavaf këtu. A dini të ndërum xhamat për 20 ditë të Ramazanit sa njerëz e kanë vizituar qapën? 2026. 1447, që këtë Ramazan. 96 milionë xhins. Dhe transmeton Imam Ibn Jeririn nga Ibn Abbas radhiyallahu an se kur ta ndërtoje qapën, do të thim më vonë, kur ta ndërtoje idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna. A mund të para menus çfarë momenti u kanë ai moment kur e ka ngrit qapën Allahu subhanahu wa taala deri ditë kiametit, që kjo ka me kon qapë Zotit. Edhe kur e ka kthir, çai ka thënë edhin fi nasi bil hajj. Thiri njerëzit në hajj. Thot Ibn Abbasi, i ka thonë Zotit Madh Xhelel Xhelalu Ibrahim, i ka thonë o Zot, po kush dëgjon me? Kush dëgjon këtu? Njëri gjallë s'ka. Une, Ismail, edhe gruaja vet. Kush dëgjon këtu? Ç'mi thirr njerëzit? Ç'sh me bo share? Ç'sh mi komuniku krejt? Ka thonë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ti thirr, unë u apërcjell. Ti thirr, unë u apërcjell. Që kjo në feja të ndërum xhamat. Ne thirim, Allah ja kalzon. Sa njeri thot, mra me dëgju një fjalë, mra me dëgju një ders, filani më kalzoj, rastisht takohet në tren, në Hegurudh, në aeroport, në spital, thot, qatibe, mra një sebeb. Po ti nuk e di. Allah është thot, ti ku do që t'jesh, thirr për të rruga Zotit, thirr për të e mira, thirr për namaz. Ka thonë, unë ju a kalzoj. Dhe çfarë të kalzume të ndërum xhamat? Dhe çfarë të kallëzume? A ka vetë dikush në dunja sot që se dikuan qapja? A e ka dikush? Apo a ka dikush që nuk e di se në qapë është shtëpia e Zotit dhe është kibla e muslimanëve? Sa për njerëzve, a e di ti ku në Korea, e jugut, e veriut, ti be jeton e vdes as që tinulla jo. As që tinullave ku e dimon e ku avdhen, ku në Kina, ku në Japonia, ku janë vendet largë të Australia, apo Zelanda e re, ku janë këto vende, apo gjitha vendet e botës, njëri tjetëri mundën mos më njohë, këtë bashkë e njohin qapën. Na mujna mos më njohë vendet të ndryshme, ama qapën që ka tha Allahu subhanahu wa taala, inni ja'iluka lin-nasi imama, unë kam të bëj imam, o Ibrahim, unë, kur thoi Allahu, unë kam të bëj imam, mu çu dunjoja persën të marr imam llokin. Ama kur thoi Zoti, unë kam të marr imam llokin, la yanalu ahadu adh-dhalimin, zullumçar s'mund më bë imama, ja pizor sa dush. Wallahi ja pizor sa dush. Se s'e marr pi Zotit Madh me zor kur gjao. Andaj, shiko, o besimtari nështrohet Zotit Madh te bareke ve teala ose s'ka mundësi me arrit. Thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Para se me ndërtue, Allahu xha e ka sjell këtë histori. Çfarë ka thënë? Kur tha Ibrahim alayhis salam, o Zot,
ij'al hadha baladan amina. O Allah, tha, po të lutem, bëje këtë vend të qetë, të sigurt, të mbrojtur. Dhe nuk ka në dunja vend më i sigurt se sa Qabja. S'ka vend më i sigurt se sa Qabja. Vendi më i sigurt në fytyrën e tokës, vendi më i mbrojtur në fytyrën e tokës, me izën e Allahu subhanahu wa taala. Ij'al hadha baladan amina. Ha? Shiko, kur i ka lanë vet, para se me kon Qabja, ka thonë hadha baladan. Ha? Nërsa ajet tjetër ka ardhur hadha al-balad. Çfarë thallon? Çfarë thallon të thonë gjëvat? Pishkretinës u bo qytet. Mas ju ka bo qytet, ka thonë hadha al-balad. Ha? Vini rënja. Njëra kon shkretin, ka thonë o Zot bëje qytet. Njëherë bane që nuk ka hiç kur far njerëz ka këtu. Kur far jetës ka këtu, asnjë urban nuk ka këtu, asnjë popullim nuk ka këtu. Pra mbushe me njerëz, bane qytet, pastaj ka thonë bane të sigurt. Ma vonë do të vim të sura Ibrahim, do të vjen Allahu subhanahu wa taala, njëri do të bën dua, ha? Mirë pa atje do ta thekson. Hadha al-balad. Pse? Se vjen atje e shquar, se mo dihet, u mush. Ha? U mush. Po këta si të ndërrum gjëvat. Shiko që ka thallë Ibrahim a.s. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ha? Të ndërrum gjëvat. Me çka ka mujt me siguru Ibrahim a.s. atë vend? Me ushtar, me asker, me polici. Ja. Sot ku investohet më shumë në dunjë? Perandorit, shtetet e mëdha, ku investojnë? Asker. O të une në jep të siguroj venin, mësa një hajna buk, mësa një ven ekonomia. Njerë dhët, shtim ti në ushtar, shtim ti në mbrojtje, pastaj, andaj kitë bota, kur mbledhen, gjëjën e parë, qka e diskutojnë, cila, ha? Siguria. Tja mun ha buk, tu mus më ka një sigurt. Ha? Me kon 0.01% me ra raketat e na. A mun ha i ftar rahat. Krijen tërma, bukën kështu, qysh me hangër. Me mund, me bo me ra. Ibrahim e Sram s'ka pos atit ushtri, s'ka pos asker, s'ka pos polici, s'ka pos kërkan. Ka ne ka po, ka thënë, Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ti o Allah, dhe vini rejtë të ndërum gjëmat. Ha? Këtë bota i siguron vendet me ushtri dhe me polici. Vendi i Qabës qëllë, ha? Vendi i Qabës 96 milion për 20 dit, 11 milion për një herë, aty për aty 11 milion. Me qka ju dhejshti ato të ndërum gjëmat? Ato nuk mundet me udhëj, ato majnë rënë aty, edhe shteti marrën aty, mundohet me majtë rënë. Ama mos me kanë që i ti tutësh Allahit, më kanë që Allah ka bëhet vend të shenjë dhe të begat. Apo, sa polici shindasht? Ha, sa polici shindasht? Të ndërum gjëmat, a e dini se prej në Arafat, prej në Mina dhe në Muzdelife dhe në Arafat dhe pasaj këthimin Gjemarat, ha, ki që kjo bëhen me në 2-3 ditve, këtë që kjo bëndë me 2-3 ditve 3 milion njerës pi një veni në tjetër ven, pi një veni në tjetër ven, 3 milion njerës. Një profesori joni ka 30 nëzazat dhe ku më hupja i 30, më hupja i. Sepse problema mi me menagju njerësi. Apo, dhe kanë bo sondajë të ndërum gjemat. Ajo shka bëhet Mekke, a di që ato me thonë të ndërum gjemat? Që ta kuptësh komplet 2 Macedonia mi morë, mi quë qëtër shtet, apat bi këti, me na ditës, apat bi qumë, apat bi prumë. Qysh i mobilizon? Apo, mos ka me e për të kondërin banes aty, du të mi këshirë kretë. 3 milion, 4 milion njërës, i merë, i dërgon aty, i këthen apet. Apo, dhe që cili du të me hangë, du të me pi, dhe duhet me i boj badetët. Dhe kjo dhe të ndërun gjëmat është mrekullia Zotit Gjelle Gjelalu. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina. O Allah, tha po të lut në bana këtë vend të qetë sigurt. Pastaj çka tha? Warzuq ahla. Dhe ata që janë të këtij vendi, musliman, besimtar, min ath-thamarat, jep ju frite, jep u me hangër, jep u rizq. Të ndërun gjëmat, shikoni ja. Dhe Ibrahim a.s. kush ja ka mësua? A ka mësua geopolitikën që me ditë që njëherë vjen siguria pastaj haja? Jo. Në geopolitik, në diplomacit, në formimin e shteteve, juridik, kur e mëson atje çka thot? Njëherë siguria, pastaj me hangër. Njëherë siguria.
Nësë rrim po drum në stop bunker me hongër. Njëra siguria për me mujt me qarkullu lirëshëm. Shikoj Ibrahim a.s. Tha, o Zot, njerë banet sigurt, pastaj jepi me hongër. Pastaj jepi me hongër. Dhe kur tha me hongër, qka tha? Tha, warzuk ehlehu minet themarat. Shumë interesant të nërëm gjëmat pengamber që shflasën. Qka tha? O Zot, jep ju me hangër pri frytave. Që të dallon? Që dallon pri frytave? Njëri ka mundësi të ndërrum gjëmat, lodhët me mbledhë riskon. Lodhët, apo? Frytin shka e ha, o shumë ma i vogër sa e shka e ka fituar. Por shembull, njëri por shembull i fiton 100.000 euro. 5 euro i ka, risk mi hangër. Ato qëra këti jesin e blanë. Shemë. Apo, sa njëri thot, a keni pa këto biznesmena shpeshe për të thot, i kam para të mshelta o gjë. Aha, e ki? Zeqat, menimu, sadaka, të mshelta i kam thot. Ku i msheli o Allah, sa drine ja u kim nuhe. Apo, kjo është kër Allah ti t'jep numra, s'tjep risk. T'jep numra, s'tjep risk. Ibrahim a.s. qka? Riskun e lipu. Ja tha, mos lodhen këto t'i qeru e t'i po. Unë e tha drejta qka e hajnë. A kuptove? Ti në Medine ku shkon, hurmja, s'ka filozofia ti, veç e hek bërthamën drejt e ha, u kri muhabeti. S'ka ti shumë ullon. Për këta si ju shiko, qka tha, o Zot, jep ju me hangër fryta. Qka o fryta? Të ndërum gjëmat, për me hartë të ti fasulja, grosha, pasuli, që do që gjithue, apo, ti, ajo kalon procedura. Njëherë mellët, pastaj stina, pastaj dili, pastaj ujitja, pastaj vaditja, pastaj du të me këshirë mirë, apo, mësani korrët, mirët, pastaj janë gjeth, dikush e merë qëron ata, pastaj hi, ku, hi nuj, pastaj du të me prit mundëzi, pastaj me bo gjellën mirë, dërsa të venet e luga jote, që kjo luga afriti. Qka tha Ibrahimi? O Zot, drejten luk. A kuptove? Drejten luk. Këto procedurat këtë hekja. Apo, na kena mra, jo thot du mu lodhë në jarë. Kam qef mu lodhë. Komunizmin e kashtine, lodhë në jarë ti. Apo, lodhë, a i shka s'lodhët, nuk ka mirë, nuk ka puna thot veç mu falë, Allah. Se në nuk e kena ditë se s'ka na puna veç mu falë. Në si falë me 5 vakt i falë, apo. Ama shejtani dramatizon ata. E buk ju kur hani. Buk kur hani jo. Shiko të ndërru gjëmat. Qka tha Ibrahim a.s. Warzuk ehlehu minet themarat. Tha o Zot, jep ju pi frytave. Pas e qka tha, men amene minhum billahi wal jomil akhir. Tha o Zot, kush do që pëtën me ka besu Allahun dhe ditën e kiametit. Robi o i dop të ndërru gjëmat. Robi ka me rak ato të mit. Muslimat, veç muslimat. Ibrahim a.s. është rob dhe aj nuk e din se Zotin ndryshe dhe pron. Qka tha? Kale wa men kefara. Edhe qafira to Ibrahim. Edhe ato i kam robën. A një pse janë qafira? Po unë i furnizoj ata. Qka tha? Fe umetti'uhu qalile. Ju jap pak edhe atynë. Pse ka thonë qalile? Pse ka thonë qalile? Se edhe pse ato kanë shumë, ama dhe ka thonë pak. Pse pak? A i shka hinë gjenem. Kitë pak e ka posë dënjojnë. A i shka përfundon gjenem. Allah e Mustafov e përfundon gjenem. A i shka funin e ti e ka gjenemin. A i me paskon multimiliarder. A i pak ka jetu këtë dunja. Që ka jetu a i të nërmë gjëmot? Me të hinë më në gjenemit përfundon gjitha knatësi. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, fe umetti'uhu qalilen. Do t'i japë edhe ati pak me hangër. Thumme atarruhu. Pastaj, që ka tha? Pastaj me zor. Pse me zor? Po kush me qef me qef zar? Apo kush me qef zar? Thumë tër me zor është nije. Pse me zor? Se çdo me hije. Çdo me hinë gjenem. Ila adhabin nar, në azapin e zjarrit, wa bi'sal masir. Sa veni keq që është aj. Sa veni keq që është aj. Po këta s'ju të ndërmë gjëmat, deri këtu, historia Ibrahimit a.s. Qëfar është lidhje me rrethanën ku ka jetu pejgamberi a.s. Tani vazhdon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Dhe kujtoja Muhammed kur filloi me ngrit gurzit, shtyllat e qabës Ibrahim a.s. Apo, deri këtu të ndërmë gjëmat, po e përfundojna, edhe pse s'kena ku me shku me hangër para se marrë iftari, mirë po, që të qetësoni ndoshta dikush ka me kri shërbime, po përfundojna me çka kaq. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson me mësuar nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të jetojmë me rizallëk të Allahu subhanahu wa taala. Të i fal Allahu gjunaat tona, të i fal gabimet tona, të ndihmon muslimanët kudo që janë. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa taala ditët e kaluara të agjerimit të bën qabul për neve, e ditët të cilat na kanë mbet, Allahu na jap shëndet dhe vullnet për të plotësuar me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.